Gjithçka nis kur Sonela është në klasë të 7 dhe gjyshi i saj ndron jetë. Me sa duket ishte zakon që, duke qenë se ishte mbesa e madhe, ajo duhet të flinte në shtëpinë e gjyshërve të saj për 40 ditë. Por në ditën e fundit vinë shumë njerëz për vizitë dhe ajo detyrohet të shkojë në shtëpinë e saj atë natë. Dhe në orën 5 të mëngjesit, kur ajo shkon për të fjetur, shikon tek dera gjyshin e saj. Vetëm ajo e shikonte. E shikon dy burrat që kishte parë tek funerali i gjyshit që kishin lidhur arkivolin, ta lidhin tek këmbët dhe tek duart, dhe ndërkohë që ndodhte kjo, gjyshi e shikonte duke qeshur dhe i thonte do të të marr me vete. Nga ajo ditë Ersonela tregon që ndiqet dhe qet nga hijet dhe nga krijesat çuditshme dhe nuk ka gjetur rehat. Madje një natë tjetër futet në kuzhinë dhe e shikon një burr me sy të bardhë që i qet, dhe sigurisht që një eksperiencë e tillë e tmerron. Për më tepër nëna e saj ket ajo eksperienca çuditshme, i duket sikur një grua ja bën me elektrik dore. Por asnjë person tjetër nuk e sheh një gjë të tillë. Ersonela më tregoi edhe që kur ngrihet nga gjumi, i ndodh të shohë hije te koka. Kjo ishte historia që Ersonela më kishte dërguar në fakt me email që unë nuk e gjeta kurrë në fakt, dhe mu duket çuditshme. Kërkova pafund në të gjithë emailet e mia, në të gjithë adresat e mia dhe nuk ishte asnjë histori e tillë. Kështu që Ersonela u detyruat më shkruante në Instagram. Dhe është e çuditshme se si më shkruajti në Instagram pikërisht javën e kaluar, ndërkohë që po përgatisja historinë e kësaj jave. Dhe është një nga ato rastësitë shumë çuditshme se si historia e Ersonelës ngjan tmerrsi shumë me historinë e filmit Sigjin 4, filmin për të cilin ne do flasim sot. Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në Mysteryland. Emri im është Eri dhe ne këtu tregojmë histori true crime, paranormale dhe gjëra të tjera të ngjashme. Nëse këto video ju interesojnë, mund të bëni subscribe në kanalin tim, të lini një like dhe një koment, sigurisht mbasi të keni parë gjithë videon. Me siguri kjo video nuk do dalit të premte, se ashtu i kemi pas ca punë. Dhe puna është që mbesat e mia të vogla janë në shtëpi sepse janë Pashkët, kështu që së pari urime Pashkët gjithë besimtarëve që e festojnë. Por duke qenë se mbesat e mia nuk shkojnë në Kopësht këto ditë edhe janë këtu edhe mund të dëgjoni ndonjë ulërim, kështu që bëni sikur si dëgjoni. Prandaj e shtyva dhe bërja një video sepse po mendoja të gjej momentin e duhur, por ky moment nuk erdhi kurrë dhe thash se sa të ngel gjithë javën pa bërë video, më mirë le ta bëj dhe të shohim se sa ulërima do arrim të presim nga xhirimet. Për gjithë ata që janë konfuz dhe shohin që po flas për një film dhe mendojnë që kjo nuk është histori e vërtet, sipas personave që e kanë bërë filmin, ato betojnë që këto filma janë bazuar në histori të vërteta, kështu që unë prandaj po i sjell. Historia që dëgjuat në fillim mua më dërgua nga Ersonela në Instagram, dhe siç po ju thoja, më duk një rasti shumë e çuditshme sepse askush nuk e dinte që unë do të sillja këtë histori pikërisht tani. Dhe historia e Ersonelës ngjan tmerrsisht shumë me atë temën që trajtohet tek filmi Sigjin 4. Dhe pa humbur kohë, le të fillojmë me historinë e familjes Yilmaz. Halil Yilmaz e gjen veten në një pozicion shumë të vështirë. Për shkak të kushteve ekonomike detyrohet që të marrë gjithë familjen e tij, gruan, vajzën dhe djalin e tij, dhe t'i çojë të jetojnë në shtëpinë e vjetër të prindërve të tij, ku jetonte nëna e tashmë e moshuar dhe shumë e sëmurë. Nëna e tij, pas vdekjes së babait të tij, kishte mbetur komplet në shtrat, nuk ngrihej, dhe vetmja që kujdesi për të gjithë të vite kishte qenë zonja Rahime, mendohet një e afërme ose një punonjëse që kishte punuar për familjen për vite me radhë, dhe që vazhdonte të kujdesej për zonjën, që ishte aq e sëmurë që as nuk fliste. Ndërkohë gruaja e tij kishte probleme të rënda me shëndetin, sidomos me shëndetin mendor nga ankthi, dhe ishte shumë e ndjeshme, ishte shumë e sëmurë për sa i përket shëndetit mendor. Dhe jo pa arsye, kjo gjendje emocionale dhe shëndetësore e gruas kishte ardhur si pasojë e gjendjes shëndetësore të djalit të saj, Omer. Omer ishte i vogli i familjes, por gëzimi i tyre për ardhjen në jetë të djalit ishte shkatruar në momentin që Omer kishte filluar të tregonte shenja
të problemeve. Sigurisht në film nuk flitet për diagnoza, por duket vërtet si një fëmijë që ka një ndjeshmëri mbi normalen. Dhe mendohet që fakti që Omer nuk fliste dot vinte si pasojë e traumës që ishte shkaktuar sepse duke u kthyer nga shkolla një ditë kishte parë disa bashkëmoshtatarë që vrisnin një kotele të vogël. Dhe kjo gjë e kishte trembur aq shumë sa që ai prej asaj dite nuk ishte arritur dot të shprehej më. I vetmi person me cilin Omer flet është motra e tij, Hilal. Vajza adoleshente e familjes që duket sikur i ka rënë bara e gjithë familjes. Duket sikur ajo duhet të shqetësohet për të kujdesur për babain e saj, për nënën, për vllain dhe për gjitha. Por familja nuk ka shkuar me dashje tek shtëpia e gjyshes. Dhe përveç stresit të problemeve ekonomike, një nga arsyet që e tmerron këtë familje është fakti që me dëshirën e gjyshes, me kërkesën e saj, varri i gjyshit është vënë në obor të shtëpisë. Dhe kjo është një nga arsyet sepse ata nuk e shesin dot shtëpinë, sepse askush nuk do donte ta blinte një shtëpi që ka varrin ngjitur me dhomë e gjumet apo jo. Por nuk kalon shumë kohë edhe e gjithë familja fillon të ketë makthe. Fillojnë të shohin gjëra të çuditshme, fillojnë të ngrihen në mes të natës nga zëra të çuditshëm, dhe kjo gjë i ndodh të gjithëve. Sidomos kur familjarët i cili shkon tek një mik i tij për t'i kërkuar borxh dhe ky nuk ja jep. Dhe sigurisht shumë i stresuar, shumë i mërzitur kthehet në shtëpi dhe atë natë bën një makt shumë çuditshëm ku i duket sikur ky njeri, miku i tij pra, i troket në derë dhe i thotë më fal që nuk të dash lekët dhe i jep. Dhe ky hap valizhen dhe i dalin lekët, por mbas disa minutash kupton që në fakt nuk ishin lek, nuk ishte ndodhur asgjë, kishte qenë e gjitha imagjinata e tij dhe ai zgjot nga gjumi sepse kishte qenë një makt. Shkon në banjo, të lajë fytyrë, fillon të shohë prap gjëra të fikshme dhe këtu kupton që kishte qenë prap në ëndër. Nuk e din nëse ju ka ndodhur ndonjëherë të zgjoni nga makthi dhe të kuptoni që jeni akoma në makth. Mua më ka ndodhur personalisht, është një eksperiencë e tmerrshme, ku ti duket sikur je rrëzuar nga një ëndër e keqe, por ndërkohë je akoma në një ëndër të keqe. Është vërtet shumë e tmerrshme si eksperiencë. Përveç kësaj, edhe djali i vogël, duke qenë se ishte shumë i ndjeshëm, fillon të ketë eksperienca paranormale, i duket sikur një zë i thotë në mes të natës të shkojë tek dhoma e gjyshes dhe kur shkon, shikon që tek dhoma e gjyshes, zonja Rahime po e mban gjyshen, po ja mban syt hapur me zor dhe shikon fantazmën e gjyshit të tij që sillet në përdhom. Dhe kjo skena me gjyshin del prap në pa, në momentin kur Hilal bën një makt të ngjashëm, ku i duket sikur dëgjon zërin e familjarëve të saj që thrasin nga kuzhina, dhe kur shkon atje poshtë, shikon të gjithë familjen e saj që janë të ulur rreth një tavoline dhe qeshin si të çmendur dhe ndodhin gjëra të çuditshme dhe gjyshi i saj i afrohet dhe shikon çuditshëm. Por gjithçka fillon të kuptohet në momentin që Omer bën një gjë që s'duhet ta bëjë. Një mëngjes Hilal zgjohet dhe shikon që vllai i saj siç po bën tek prizat. Dhe kur shikon më mirë kupton djali i vogël ka hapur ato vitat dhe ka hequr prizën dhe ka futur dorën tek priza. Dhe në këtë moment dridhet nga korrenti. Sigurisht që Hilal tmerrohet, fillon të bërtaset, kërkoj për prindrit dhe prindit vinë. Fatmirësisht djali nuk ka asnjë dëm, nuk i është shkaktuar asnjë dëm. Zgjohet menjëherë, por në dorë ka disa copsa të vogla letre. Dhe në këto copsa letre janë të shkruara disa simbole të çuditshme që askush nuk e kupton se nga janë. I vetmi person që e dinte se nga vinin këto copsa letrash ishte zonja Rahime. Zonja Rahime ndan më vonë me familjen një histori që këta nuk e dinin. Gjyshi i familjes, me sa duket, në kohët e fundit përpara se të vdiste, kishte filluar të merret me gjëra të çuditshme. Sipas saj, kishte filluar të merret me gjërat e okultit, me magji dhe kishte filluar t'i vendoste këto letrat me këto simbolet e çuditshme kudo nëpër shtëpi. Këtë histori Feza ja tregon motrës së saj, e cila vjen për vizitë. Dhe fshehur Razi i merr këto copa letre. Dhe mbas disa ditësh e merr në telefon duke thënë, duhet t'i djegësh ato copat e letrës sepse janë bërë me qëllim për të hapur portale. Dhe në këto portale mund të futen lloj krijesash dhe mund t'ju shkaktojnë dëme. E megjithatë familja për shumë kohë në fakt nuk i jep shumë rëndësi këtyre maktheve dhe këtyre ndodhive të çuditshme. Mendoj që po ndodhin për shkak të stresit të madh, për shkak të problemeve ekonomike. Probleme që e shtyn Halilin që të fillojë të kërkojë para tek njerëz jo shumë të mirë, në mënyrë pak ilegale pra, dhe këtu ne kuptojmë se sa keq ishin vërtet gjendja ekonomike e kësaj familje, se sa të shpëruar ishin ata për këto lekë. Por ndërkohë që ka lënë djalin e vogël në makinë dhe është futur për bërë këtë akordin me këta njerëzit, djali i vogël shikon dikë.
Nga dritarja e makinës ai shikon Orhanin. Po, Orhani, personazhi që ishte personazhi kryesor i filmit të tretë, si Gjin 3, që ne pam që ishte i përfshirë me këto gjërat e okultit dhe ndryshoi më. Në këtë film Orhani ka një mentalitet tjetër. Sepse me sa duket Orhani kishte ndryshuar mendje, ishte penduar për gjithçka çfarë kishte bërë, por kishte vendosur që aftësitë e tij ti përdorte për mirë. Dhe këtu dua të hap klapat dhe t'ju them që personalisht fakti që Orhani rikthehet është një shenjë që është një ndërhyrje e regjissorit. Prandaj kur u them këto filmat mos i merrni literalisht sikur çdo gjë që tregohet është fikse ashtu. Unë nuk mendoj dhe nuk besoj që Orhani, pra personi që ka përfaqësuar Orhani në jetën e reale, ka lidhje dhe me historinë që trajtohet këtu, sepse Orhani do dali dhe tek filmi 5 dhe tek filmi 6, tek 7 nuk e di, sinqerisht nuk e kam parë. Por me siguri edhe tek i 8. Kështu që nuk mendoj që Orhani, pra ai që ka qenë, pra Orhani në jetën reale, nuk mendoj që ka qenë i përfshirë tek gjithë historitë e tjera. Mbase regjizori për të na sjellë një fytyrë familjare që e njohim, ka vendosur ta marrë Orhanin si personazh dhe t'ia mveshi këtë personazh një personi tjetër që ka qenë në jetën reale. Ndoshta personazhi që interpreton Orhani këtu nuk është i njëjti që ka qenë tek filmi tjetër, por i ka bërë vërtet të gjëra që po bën Orhani tek ky filmi. Me sa duket Orhani arrin të kontaktojë në mënyrë telepatike me djalin e vogël dhe kupton që djali i vogël kishte aftësi paranormale. Dhe fal këtyre kontakteve telepatike që ka me djalin e vogël, kupton edhe se çfarë po ndodh në shtëpinë e familjes Yilmaz. Ndërkohë makthet vazhdojnë të bëhen edhe më të forta, por bëhet më fort edhe nevoja e Halilit për para. Dhe gjen një dhomë në Bodrum e cila nuk hapet. I bindur që ndoshta aty janë të fshirë aparat, Halili shkon tek dhoma e nënës së tij duke kërkuar çelësat. Zonja Rahime nëse di se ku janë parat. Dhe zonja Rahime i thotë sigurisht unë nuk dëgjoj, unë jam një punonjës tek këtu. Por sapo ai ikën me çelësat, zonja Rahime i afrohet nënës së tij dhe i thotë po kërkon parat që i ke dhënë asaj. Dhe kjo fraza këtu nuk kuptohet fare, sepse ç'a do thotë kjo gjë e tillë. Kuptohet më. Por sidoqoftë zonja Rahime e paralajmëron Halilin dhe thotë mos shko tek ajo dhoma atje poshtë. Ajo është dhoma ku babai jot shpenzoi kaloi kohët e fundit përpara se të vdiste, ka kujtime të këqija. Mos shko. Dhe sigurisht që Halili nuk e dëgjon. Shkon tek dhoma dhe tmerrohet. Tek dhoma shikon manekin me simbole të çuditshme, dëgjon zëra dhe në një moment i del përpara një fytyrë e frikshme. Dhe sigurisht i tmerruar ikën që aty. Sigurisht që këtu mbushet kupa për Halilin. Halili e kupton që ka diçka që nuk shkon tek kjo shtëpi, ka diçka shumë të çuditshme dhe i thot gruas tij, mos u shqetëso, ne do marrim fëmijët, do marrim nënën time dhe do ikim nga këtu. Këtu nuk jetohet më, ka diçka që nuk shkon. Të nesërme, ndërkohë që po bëhet gati për dal, shikoj zonjën Rahime që ngjitet tek dhoma e gjyshes. Por sapo Halili del nga shtëpia, nga dera e jashtme, shikon zonjën Rahime që ishte në fakt në rrugë. Merr në telefon Fejzan dhe i thot, a është zonja Rahime aty? Dhe ajo i thot, është, duhet të jetë sipër tek nëna jote. Dhe ai shumë i çuditur shikon në fakt që zonja Rahime është në rrugë dhe po ikën. Por ai e ndjek nga pas. I shkon tek shtëpia, i troket 2 herë, 3 herë dhe kur është duke ikur, hapet dera. Zonja Rahime e friksuar e fton brenda dhe i tregon gjithçka se çfarë kishte ndodhur. I tregon se si nëna e tij ishte pasionuar pas okultit dhe zonja Rahime ishte profesioniste këtu. Pra, zonja Rahime kishte pasur fuqi paranormale për të kontaktuar botën e përtejme, për të kontaktuar krijesat e zjarrit për të cilat ju kanë folur. Dhe kur gjyshi ishte smurur, gjyshi ja kishte shkuar tek zonja Rahime dhe kishte kërkuar të lutem bëj diçka që ai të shërohet. Dhe zonja Rahime kishte bërë atë që kishte bërë, që është komplet e ndaluar në fe, sepse mund të ketë efekte shumë të këqija pastaj. Dhe gjyshi çuditërisht ishte shëruar, por kishte filluar të sillet çuditshëm. Gjyshja tregonte zonjës Rahime se si gjyshi shkonte dhe shpenzonte orë të tëra në Bodrum, merrte manekin dhe fliste me ta.
Por një ditë ajo kishte dëgjuar një zë që nuk vinte as nga burri i saj dhe sigurisht jo nga manekina. Dhe kishte parë burrin e saj, i cili qëndronte i ulur dhe thjesht shikonte një krijesë të frikshme që i përshpëriste. Dhe në moment të fundit kjo krijesa ngre syt nga gjyshja dhe shikon në sy dhe i buzëqesh. Kjo krijesa ishte një krijesë e zjarrit. Dhe kjo krijesa ishte gruaja, po e dëgjuat mirë, gruaja e gjyshit. Gruaja e dytë e gjyshit, sepse në momentin që gjyshi ishte dërguar në atë dimensionin tjetër nga puna e zonjës Rahime, kishte takuar këtë gruan, këtë krijesën, dhe në këmbim të shëndet, ky duhet të martohej me këtë krijesën. Pra me pak fjalë, asgjë nuk t'jepet falas në këtë jetë. Do shëndet plot, shumë mirë, duhet martohesh me një krijesë të mbinatyrshme, që më pas do të përndjeki ty dhe gjithë familjen tënde. Dhe nga kjo martesë e bërë që një zot e di mbi çfarë ligje të një dimensioni të cilin ne nuk e kuptojmë dot, këta kishin pasur dhe një fëmijë. Dhe sigurisht që gjyshja në bashkëpunim me zonjën Rahime bën një gjë që është komplet e ndaluar. Dhe kalojnë ata në gabim, nëse deri tani nuk është se kishin bërë ndonjë gjë të keqe me qëllim të keq. Këtu është pikërisht momenti ku ata gabojnë në rënd. Nëpërmjet një rituali, ata marrin gjyshin, e vendosin një tavolinë, i japin ilaçe që të mos lëviz dot, të paralizohet, dhe fillojnë ritualin e tyre. Dhe nëpërmjet këtij rituali, ata djegin krijesën e zjarrit bashkë me fëmijën e vogël dhe fëmia e vogël ndron jetë. Dhe krijesa e zjarrit mbetet me probleme, mbetet e plagosur rënd. Dhe për këtë arsye, që nga i moment, gjyshi kishte vdekur, sigurisht, dhe gjithë ky ritual nuk i kishte mbijetuar, por gruaja e tij nga bota e përtejme kishte vendosur që të pushtonte të gjithë shtëpinë. Ishte ajo që i kishte shtyr gjyshen, e kishte detyruar gjyshen të mbante varrin e gjyshit në obor. Sepse duke mbajtur varrin e tij në obor, ata mund ta kthenin shpirtin e tij nga bota e përtejme çdo natë, duke detyruar gjyshen të shikonte me sytë e saj çdo natë për gjithë këto vite se çfarë kishte bërë. Zonja Rahime vazhdon të tregojë se si këto krijesa kanë pushtuar shtëpinë dhe nuk e lejojnë atë as t'i afrohet shtëpisë, jo më të shkojë tek gjyshja që ta ndihmojë. I tregon dorën se si kishte shenja të mbetura nga plagët e shkaktuara nga këto krijesa. Dhe sigurisht që këtu Halili me sytë e zgurduar i thotë: "Si ka mundësi që ti nuk mund të afrohesh ke shtëpia? Ti ke gjithë këto vite që po jeton te shtëpia ime dhe po kujdesesh për nënën time." Dhe zonja Rahime i thotë: "Nuk jam unë ajo që është kujdesur këto vite për nënën tënde." Personi ose më saktë krijesa që kishte qëndruar në shtëpi dhe ishte dukur si zonja Rahime gjithë këto vite, që kishte gjithë këto vite që e torturonte gjyshen, ishte krijesa e zjarrit, pra gruaja e burrit të saj të ndjer nga bota tjetër që e torturonte për të marrë hak për çfarë ato i kishin bërë, që i kishin vrarë fëmijën. Por pikërisht kjo krijesë nuk është as pak e lumtur që Halili merr vesh të vërtetën, sepse Halili është komplet i tmerruar në këtë pikë. Është në panik dhe shkon drejt shtëpisë për të marrë familjen dhe për t'ia mbathur. Por sigurisht që kjo krijesa nuk do që të ndodhej një gjë e tillë, absolutisht. Ajo do të vazhdojë ta ketë trupin e gjyshes aty që të vazhdojë ta torturojë. Dhe për këtë arsye, kjo krijesë pushton pikërisht Halilin, i cili merr fëmijët dhe gruan e tij, i çon poshtë tek bodrumi, i lidh, çan atë tubacionin e gazit dhe fillon të dalë gaz nga aty, në tentativë për të vdekur. Sigurisht që gjithë të bënën influencën e kësaj krijesës, por Omeri dhe aftësitë e tij për të kontaktuar në mënyrë telepatike me Orhanin është shpresa e tyre e fundit. Omeri arrin të kontaktojë me Orhanin dhe Orhani duke ndjer këtë thirrje, afrohet shtëpisë, futet në shtëpi, gjen gjyshen dhe nëpërmjet gjyshes arrin të kontaktojë shpirtin e keq. Për gjithë njerëzit që kanë i njohuri nga këto krijesat, nga këto gjërat, duhet ta dinë që në mënyrë që ti të lirohesh, të çlirohesh nga këto krijesash, nëse të sulmojnë, është ti dish emrin e tyre. Dhe fatmirësisht, nga ulërimat dhe nga bërtitja që i bën Orhani, kjo krijesë të tregon emrin e saj. Quhet Shufjezin. Dhe duke qarë, i tregon Orhanit historinë e saj. Ajo tregon që nuk ka detyruar njëri të martohej me të, ishte pakti që kishin bërë për ta shëruar këtë burrin.
Ajo tregon që nuk kishte faj dhe kishte humbur fëmijën e saj për shkak të këtyre dy krave që vetë dërguan burrin në atë dimension dhe pastaj nuk mbajtën dot përgjegjësi për veprimin e tyre, sepse nuk pranuan dot fatin që Zoti kishte shkruar për këtë njerëz, që duhet vdiste. Thjesht e shtyn disa kohë, por shkaktuan më shumë dhimbje tek të tjerët, tek krijesat e pafajshme, siç ishte shufjezin dhe fëmia e saj vogël. Por ajo gabon në momentin që vendos të fusë në valle edhe njerëz të përfaqëshëm. Dhe ky është një nga mesazhet që ky film tenton t'i japi. Mos kërko shakmarrje, të ja lësh në dorë Zotit. Këtë i thot Orhani asaj, i thot ti duhet të lihen në dorë Zotit. Ajo që ka ndodhur ty është e tmerrshme dhe ata do paguajnë. Zoti do ja bëj të paguajnë atë çfarë kanë bërë. Por ti nuk mund të marrësh dhe të burgosësh një person për vite me radhë dhe ta torturosh çdo natë duke sjellë shpirtin e burrit nga varri për të marrë hak dhe mbi gjitha të vras familje të tërë. Por sigurisht që ajo nuk do t'ja di. Ngul këmbë në atë që mendon se është e drejta, por Orhani është më i fuqishëm dhe arrin ta çlirojë familjen nga gjithë ajo çfarë po ndodhte. Arrin të shpëtojë ata. Por gjyshja pas disa muajsh ndron jetë. E megjithatë familja më në fund janë të lirë. Kjo ishte historia që trajton filmi Sigjin 4. A është e vërtetë çdo gjë që është në këtë film? Nuk e di. Kemi dëgjuar histori të njerëzve që martohen me krijesat e zjarrit. Ekziston si koncept. Është shumë i frikshëm kur e mendon, por ekziston. E megjithatë fetarisht është komplet i ndaluar, pikërisht sepse ne nuk i dimë ligjet e tyre. Pra është një bashkim që nuk mund të ndodhë. Por është një paralajmërim që të keni kujdes me gjërat e okultit, të keni kujdes me ritualet, të keni kujdes me çka ngatroheni dhe siç u them gjithmonë, mos u ngatroni me gjëra më të mëdha se vetja. Kërkoni gjithmonë mbrojtjen, nëse besoni në Zot, kërkoni mbrojtjen e Zotit dhe nëse nuk besoni, të paktën mundoni të jeni të fortë dhe t'i tregoni këtyre krijesave që nuk kanë çfarë ju bëjnë. Dhe mbi gjitha që nuk keni frikë, sepse frika i ushqen këto krijesa. Edhe njëherë ishte një koincidencë e paparë fakti që historia e Ersonelës që mu tregua gjanë tmerrsi shumë me këtë detajin e vogël të kjo historia e filmit. Unë shpresoj shumë që vajzat ketë gjetur paqe, shpresoj shumë që ato lutjet që i sugjerova unë të funksionojnë dhe shpresoj edhe që t'i pëlqej video që unë bëra sot. Ne do të ritakohemi, shpresojmë të premten e ardhshme me një tjetër histori. Deri atëherë, kujdesuni për veten, mos u ngatroni me gjëra të frikshme, qëndroni larg këtyre gjërave, edhe kur flisni mos flisni shpesh, sepse kam dëgjuar që edhe të flasësh për ata nuk është aq mirë. Mos harroni të lini një like për të më mbështetur mua dhe kanalin. Më lini një koment me mendimin tuaj mbi historinë dhe ne do të ritakohemi. Sa herë kam thënë dhe deri tani. Dhe ne do të ritakohemi të premten e ardhshme me një tjetër histori. Ciao!